Një tjetër aleat i Partisë Socialiste shpreh pakënaqësi në mënyrën se si Selia Roz po bën opozit ndaj mazhorancës së djathtë. Pascal Milo i Demokracisë Sociale gjatë mbledhjes së Komitetit të Përgjithshëm Drejtues të partisë së tij, duke akuzuar qeverinë për krizën e gjithanshme ku e ka futur sipas tij vendin, shpreh se opozita duhet ketë një platformë të qartë për mënyrën se si duhet largojë qeverinë aktuale. Sipas Milos, opozita duhet të largohet sloganeve të bulevardeve dhe meditimeve spontane përpara mikrofonave, politikave të huazuara dhe larg realitetit shqiptar, duke shprehur në këtë mënyrë haptas pakënaqësinë e tij për aksionet e deritanishme politike të aleatit të tij kryesor, kryesocialisti Edi Rama. Opozita duhet të qartësojë kontratën e saj, jo vetëm me shqiptarët, por edhe brenda radhëve të saj. Fitoria e ardhshme e opozitës do të arrihet edhe nga fakti se sa dhe si do të ndërtohet transparenca, kohezioni dhe bashkëpunimi brenda saj. Opozitës i nevojitet një front i bashkuar, jo si slogan, por si realitet dhe si praktik, jo si dekor. Fitoria nuk duhet konceptuar si një ngjyrshe, por si mozaik opozitar. Milo është i mendimit se opozita nuk duhet të humbas kohë në përpunimin e përqasjes së saj ndaj reformës zgjedhore, e veçanërisht për kodin elektoral, duke u fokusuar paralelisht dhe me fillimin e hetimeve përmes Komisionit Parlamentar për kutitë e materialeve zgjedhore.